E ndodhur vetëm pak kilometra larg kryeqytetit, Kruja është kthyer në një nga destinacionet më të pëlqyera turistike, si për vendasit ashtu edhe për të huajt. Numri më i lartë i vizitorëve regjistrohet gjatë fundjavave, ku qyteti gjatërohet nga prania e turistëve ditor, që vijnë nga zona të ndryshme të Shqipërisë, por edhe jashtë saj. Krahas Kalas, e cila strehon muzeun e heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe pazarit karakteristik të qytetit, ku ruhen dhe ekspozohen vlerat e trashëgimisë kulturore dhe mjeshtëria e artizanëve vendas. Një tjetër atrakcion breslënës është mali i Krujës, i njohur ndryshe si Ballkoni i Shqipërisë. Vizitorët veçojnë pamjen panoramike që ofron mali, ajrin e pastër dhe natyrën e paprekur. Përveç këtyre, ata ndalen edhe për të shijuar gatimet tradicionale të zonës, të cilat përgatiten me produkte të freskëta lokale. Unë sot kam marrë familjarisht në qytetin e Krujës, dhe nga qyteti i Krujës jemi zhvendosur lart në Sali Salltëk, një vend i shenjtë, me bukuri të jashtëzakonshme dhe mrekulli të jashtëzakonshme që vijnë nga lashtësia. Është një mrekulli e madhe të shohim qytetin tonë, Tiranën, Krujën, Laçin, Lezhën, Shëngjinin dhe në thellësi qytetin e Durrësit. Shumë bukur, ajri i pastër, ushqimi nëpër restorante është shumë i mirë. Kënaqemi, kemi kaq vjet që vim. Njerëzit janë shumë të mirë, të butë, bukurie rrallë. Rruga, shtru, është shumë mirë. Ndjem një shplodhje kur vim këtu. Edhe kënaqemi. Tash që rrugët janë bërë shumë të mira. Not yet. We're going today. Mountains, very nice mountains. We have no mountains in Malta, so this is very nice. Vitet e fundit, Kruja ka njohur një zhvillim të ndjeshëm në turizmin historik dhe ato malor, duke u renditur ndër destinacionet më të njohura në vend.